Po, Arben, po. Nasimi me shok, nuk është që ja kanë respektu shumë policinë edhe ushtrinë. Nasimi... Ka dalue ushtria shqiptare në moral dhe të drejten me ushtrinë okupuese. Nuk e konfjon të veçme, çdo ushtri okupatore nuk mund ta ketë moralin as motivin e asaj shqiptarës. Prandaj dominon shlirimi. Po, Branislav. Send tepër mu mdo këti pastër. Serbia shkon tepër shpejt në NATO. Me vitet është ndërtuar struktura. Ti thua që Serbia do të hyjë në NATO? Shumë shpejt. Me këtë politika apo me tjetrën? Do të shihemi, ajo është pyetje. Jo, me që se për din, thash, apo mu e dish me Ne e dim, zotri Haradinaj, une nuk jam i smujt nga do lajmet ekstravagante. Do gazetarët e kanë atë smujtje. Une do me konë tepër i kujdes. Mu më do këtë Vučići tash e ka një pozit tepër e keq. Përballë autoritetet ndërkombëtare. Edhe do shihemi. A na presin diçka do drimet serioze në Beograd? Ose do të presim deri fund këtë mandatin e zotri Vučićit si shpatin ma serioze e regjimit e Miloševićit, së bashku me Dačićin edhe me Vullinit, ai me pranu de jure pavarësinë e shtetit e Kosovës. Ta shne nuk e dim cila është agenda e këtë administratës e re amerikane. Për luftën tepër serioze, zoti Haradinaj, jo të shqetësojmë asë një qytetare shtetit e Kosovës. Unë e gam brenda, jo sepse dëshiroj, me qindrat burimet ndërkombëtare, edhe qofse do radikalt, nga se cili anë, vjen edhe bon diçka, jam tu pajtu me zotri Sadiku, ajo do të ke sporadike asgjë më